Banor, sfida e sotme është ndërtimi i puzzle-it të Endriti EEA, një lojë që kërkon bashkëpunim, strategji dhe përqendrim maksimal. Ju do të ndaheni në 4 grupe dhe detyra juaj është të ndërtoni puzzle-in që përfaqëson kompleksin modern banesor Endriti EEA me arkitekturë bashkëkohore, banesa cilësore, lokale afariste dhe parkingje të planifikuara. Rregullat: punoni bashkë në grup dhe mos humni pjesët e puzzle-it. Pjesët vendosni sakt, bashkëpunimi është çelësi i suksesit. Grupet me 3 banor mund të bëjnë ndërrime, por gjithmonë duhet të mbeten 2 banor aktiv në sfidë. Do me thonë, janë 2 grupe që janë me 3 banor. Po, në momentin që ju filloni me bo puzzle-in, 2 banore bojnë, i treti qëndron. Në momentin që do një mundru, për shembull Hygerta me mu nëse jena në grup, Hygerta pozicionohet ku ka shone, vazhdojnë, do me thonë veç 2 persona du të me qëndru në puzzle. Grupi fitus përfiton 40% zbritje në banesat e Endritit EEA. Yes. Pas përfundimit të puzzle-it, secili grup duhet të përgatis një përshkrim që pasqyron kompleksin Endriti EEA si pas temës së puzzle-it. Do me thonë, pasit përfundohet puzzle-it, keni me përshku qatë puzzle me fjallë t'juaj, për rreth 15 deri 20 sekunda. Për shembull, ky është kompleksi banesor Endriti EEA, është një ndërtum çështë, çka t'ju vjen mend. Shpjegimi pas përfundimit. Puzzle-i përfaqëson kompleksin Endriti EEA, i zhvilluar nga investitori Aprim Sejdio, në një sipërfaqe prej 97.000 metra katror, me 8 objekte banimi, 575 banesa, qendër tregtare me 155 lokale, qendër afariste dhe 660 parkingje nën toksore, plus 107 toksore. Hapësirat e gjelbruara dhe arkitektura moderne simbolizojnë jetesën bashkëkohore. Endriti EEA, jetë e ndritur.